Fadion, doja që ta nisnim bashk. Është thënë se atentatorët i kanë ndjekur, i kanë monitoruar për ditë me radhë. Në momentin që flasim, çfarë dim përsa i përket minutave, orëve të para përpara atentatit? Ku ka nisur ndjekja dhe si janë ekzekutuar dy personat? Fatmirësisht njëri është i plagosur ende në jetë. Është një ngjarje që është sfiduese jo vetëm për persona që kanë qenë në shënjesë të tyre, por është sfiduese edhe për autoritetet shtetërore, duke qenë se ndodh në një nga zonat më të sigurta dhe në infrastrukturë kritike të sigurisë kombëtare, siç është i vetmi aeroport ndërkombëtar për momentin në Shqipëri, si aeroporti i Rinasit. Se takon dinamikës së ngjarjes dhe përgatitjeve për ta kryer të ngjarje, nuk janë personazhe të sigurta. Ato që janë përshtirë, kjo është e sigur. Ka dyshime që t'jenë personazhe të lakuara, ndaj cilave nuk plotësohet mundësia të paktën për njërin prej tyre të ketë edhe urdhër arresti ndërkombëtar për llogari të procedimeve të mëparshme penale dhe që po ashtu kanë të bëjnë me ekzekutime mafioze. Deri tani ajo që ne themi është se përderisa policia nuk flet dot me emra, edhe ne nuk mund të flasim me emra duke qenë se janë pista hetimi. Dhe pse bëra këtë parantezë për të dalë tek pyetja juaj, do thotë se është një investim shumë i madh, është kolosal për ta kryer një atentat të tillë, janë interesa shumë të mëdha për të goditur një nga subjektet që njihet edhe si krau i djathtë i një personazhi që qëndron në burg e pavarësisht kësaj dosjet e mëparshme penale të zbërtuara nga Skajeku, drejtonte aktivitetin kriminal dhe grupin që sillej dhe vepronte për llogari të tij, flasim për Emiliano Shullazin. Dhe natyrisht është një plan i mirë menduar, është një plan i shtrirë në kohë, është një plan që dyshohet këtë patur shumë të dhëna dhe shumë përpjekje për të gjetur strategjinë e duhur për të bërë goditjen e duhur. Mendoj që goditja e djeshme fatkeqësisht në rrafshin njerëzor ishte në nivelet e duhura sa i takon objektivave që ata i kishin vënë të vetës. Dhe kjo vjen fal një përgatitje shumë kohore, do thoja, ndoshta me muaj është menduar ky plan. Sa i takon dinamikës, pastaj mund të marrim hipoteza dhe versione që policia po i provon dhe ajo vetë ka si hipoteza dhe si pista për të dalë vetëm përmes provave tek fakti. Dhe cilat janë disa prej tyre? Të ketë informator që nisin që nga studio, zyra që mund të ketë prerë biletat e udhëtimeve drejt Barcelonës për dyshën që ranë prej atentatit. Dhe nëse ekziston një version që informatorët janë qoftë nga këto zyra apo nga vetë shërbimet e aeroportit të Rinasit, që mund të jenë policore apo sektori që ka informacione mbi lëvizjen e shtetasve, që përbën natyrisht informacione sekrete dhe të dhëna që thyen edhe ligjin për shkak se e drejta lëvizjes është një drejtë që nuk ka pse të jetë e ditur për persona të tjerë që nuk janë palë, dhe deri tek përfshirja strukturave të zbatimit të ligjit që janë edhe shërbimet policore. E pse mos ta dyshojmë këtë? Për faktin që vetë shënjestër e një atentati ndoshta mund mos ketë qenë shënjestër, por që kjo ngjarje në zorën e pa ishte Muci Shaljani, i cili ndodhej në automjet me një person që kishte një shkuar shumë problematike, jo vetëm me grupe tjera rivale, por edhe me drejtsinë, i dënuar në formë të prerë me 12 vite burg, shërbente në strukturat e zbatimit ligjit në Agjencinë e Pikëqyrjes Policore dhe udhëtonte me një person me rekorde kriminale. E nga ana tjetër, përderisa ky grup kishte akses në shërbimet e zbatimit të ligjit, duke patur një prej tyre shofer dhe bashkëpunëtar, duhet të mos përjashtojmë versionin tjetër që edhe grupi që ka qenë interesuar për eliminimin e Gilmando Danit të ketë patur informatorët e tij brenda strukturave të zbatimit të ligjit, që nuk përjashtohet mundësia të jenë struktura që kanë në duar edhe sistemin TIMS dhe e shkuara ka provuar në dosje të tjera penale që kanë goditur grupet e organizuara kriminale, e deri tek një polici thjesht apo një person që përfaqëson ligjin dhe shtetin në radhë të policisë shtetit, qoftë në rangje të ulta, por deri tek ato drejtuese. Është një pistë e besueshme që ata kanë patur informator jo vetëm atë personin që lini duke vërtetuar në Rinas, që mund të ketë qenë për disa orësh aty. Unë jam i mendimit dhe
mendoj, jam i atij grupimi gazetarësh që nisur edhe nga të dhënat dhe informacionet në rrugë të besueshme, i besoj opsionit dhe pistës që ata njerëz nuk kanë qëndruar për datën 7 nëntor kur kanë ikur Muçi Shaljani dhe Gilman Dodani në Barcelonë si roje në Rinas. Ata kanë qenë njerëz të angazhuar vetëm për ato minuta kur Dani dhe Muçi Shaljani vinin në Rinas. Të tjerë njerëz kanë luajtur rolin e informatorëve, që mund të kenë qenë njerëz të angazhuar në Barcelonë. Duhet sqaruar nga autoritetet se cila ishte dhe arsyeja e këtij udhëtimi, pak ditor, 5 ditor apo 6 ditor, e deri në ardhin e tyre në Rinas. Por mund të ketë patur informacion brenda strukturave, e përsërish mund të jenë civile, ose brenda uniformave të shtetit dhe të organeve ligjzbatuese, që e kanë patur në monitorim teknologjik, nëse mund të themi, pa që nevoja e vëzhgimit fizik përmes aksesit në sistemin Teams, biletave të udhëtimit e tjerë me radhë. Fation, lutem, përpara se të flas me zotin Elezi, i cili do ta bëjë një zbërthim të gjithë kësaj ngjarje të rëndë, a ke informacion sa ka zgjatur i gjithë atentati, pra që në momentin që është tënë me Kalashnikov, për t'vijuar më tej me goditjen nga afër, me pistolet edhe largimin me shpejtësi. Sa ka zgjatur e gjitha kjo? Mund të ketë zgjatur diçka më pak ose më shumë se 1 minutë e 30 sekonda. Do të kemi parasysh që është qelluar 10-15 metra përpara pamjeve që janë publikuar sot në media. Është qelluar me preshëri, janë 3 shtetas që zbresin nga Toyota Yaris dhe qellojnë. Më pas vetëm një sekond, Fation, janë 3 shtetas që zbresin nga Toyota Yaris apo një person, sepse te kjo video që po transmetojmë këto momente që flasim, duket një person që i drejtohet krahut të pasagjerit. Janë 3 shtetas që zbresin nga automjeti, nga 3 dyer të ndryshme dhe qellojnë në breshëri me Kalashnikov. Madje edhe shpërndahen dhe krijojnë një lloj perimetri nga automjeti Mercedes-Benz që ishte shënjesër të sulmit. Më pas ka një lëvizje për inerci të automjetit, shoferi ka humbur drejtimin dhe janë automjetet të prodhimit fundit dhe kanë edhe sisteme frenimi, po të mëre kur ofrohet tek një taksi, ajo ndalon për inerci dhe është një mekanizëm si pasojë e sensorëve. Vetë automjeti që ndalon për shkak të sensorëve dhe më pas shfaqet një person që qëllon dhe nuk ndal, por nga ana tjetër, nëse personi është në krahun e djathtë të automjetit, pra në krahun e djathtë të automjetit, po të vëmre me kujdes pamjet nga krahu i majtë i automjetit, që është edhe krahu i shoferit, shohin cikla xhami dhe copash metalike që hidhun në erë dhe krijojnë